Gati gjysma e turistëve që vizituan Shqipërinë në vitin e shkuar nuk erdhën për herë të parë as të shtyrë nga kurioziteti i një destinacioni të ri. Ata ishin të ashtu quajturit të pushues patriotik, vizitorë nga hapësira shqiptare në rajon që Shqipërinë nuk e shohin thjesht si një vend pushimi, por si një vazhdim natyral të shtëpisë. Të dhënat zyrtare nga Ministria e Turizmit, Kulturës dhe Sportit tregojnë se nga rreth 12.4 milion vizitorë në total gjatë vitit të shkuar, afro 6 milion vinin nga Kosova, Mali Zi dhe Maqedonia e Veriut. Pesha më e madhe mbetet ajo e Kosovës, e cila vijon të jetë tregu kryesor turistik për Shqipërinë. Edhe pas liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës dhe hapjes së mundësive për udhëtime më të gjera drejt vendeve të Bashkimit Evropian, Shqipëria nuk e humbi statusin e destinacionit të preferuar. Përkundazi, shifrat flasin për një lidhje edhe më të fortë. Vetëm gjatë vitit të shkuar, vendin e vizituan rreth 4.2 milion shtetas nga Kosova, një shifër që përbën rreth 38.4% të totalit të turistëve të huaj. Nëse dikur pushimet përqendroheshin kryesisht në Durrës dhe Shëgjin, të cilët shumë kosovarë i quajnë shtëpia e dytë, vitet e fundit vret një shtrije gjithnjë më e madhe drejt jugut. Vlora, Himara, Saranda dhe Ksamili po tërheqin gjithnjë më shumë pushues, sidomos familje dhe të rinj që kërkojnë alternativa të reja brenda të njëjtit destinacion. Megjithatë, jo të gjithë vizitorët nga Kosova vinë për pushime klasike. Një pjesë e konsiderueshme e tyre e përdorin Shqipërinë si vend tranzit. Kjo lëvizje rrit të ndjeshëm flukset hyrëse, por njëkohësisht shton presionin mbi infrastrukturën rrugore dhe shërbimet publike në zonat bregdetare. Ndërsa Shqipëria po hapet gjithnjë më shumë ndaj tregjeve ndërkombëtare, pushuesit patriotik mbeten një shtyllë qëndrueshme e turizmit, duke garantuar jo vetëm numra, por edhe një lidhje emocionale që vështirësisht zëvendësohet nga turistët rastësor.